Okej. Atëherë fillimisht ju falenderoj për pjesëmarrjen, të gjithë ato që po e ndjekin Zoomin e sotshëm. Sot është një seancë shumë e veçantë për neve, sepse sot neve bëjmë 5 vjeç dhe festojmë këtë 5 vjetor nëpërmjet një rrugtimi të bukur, dijesh, bashkëpunimi, miqësie që kemi krijuar midis bletarëve apo edhe të tjerëve në gjitha trojet shqiptare. Ky rrugtim ka filluar me takimet e para online mes bletarëve të përkushtuar të trojeve tona, asa kohë në kohën e pandemisë, filloi si domosdoshmëri etike për të komunikuar në pamundësi të takimit fizik. Lektorët e parë ishin bletëricit profesionistë të respektuar si Gzim Halimi, Nureddin Ismani, doktor Hakim Nejla, të cilën e përshëndesim pamundësi për ta ndjekur, të cilën ndanë përvojën tonë dhe dijen e tyre me shumë dashamirësi. Nga aty pastaj neve jemi bërë një komunitet shumë i madh dhe gjatë gjithë kësaj kohe kemi drejtuar rreth 129 ligjërata nga shqiptar, nga trojet tona dhe diaspora, po ashtu janë zhvilluar 162 takime dhe diskutime midis bletarëve dhe deri më sot janë regjistruar 1183 orë të dijes së përçuar përvojës të bletarisë nga gjitha komunikimet që kemi pasur së bashku. Në këto ligjërata kanë marrë pjesë bletarë, studiues të ndryshëm nga vendet të botës: Shqipëria, Kosova, Gjermania, Suedia, Hollanda, Italia, Anglia, SBA, Greqi, Turqi, Bosnia, Irlandë, Maqedoni e Veriut e tjerë. Përtej kësaj fjale përshëndetse, më lejoni t'ju prezantoj ligjëruesin e sotshëm, që është Dr. Gareth Slater, i cili do flasë mbi parimet themelore të mbashtrimit të mbretëreshave, seleksionimi i mirëfillt dhe sistemi i fekondimit të fekonduar. Good evening, doctor. You can unmute your mic. Okay, perfect. Can you hear me okay? Yes, I hear perfectly. I was saying that today is a special day for us because we today celebrate the 5th anniversary of this Zoom meeting. Awesome, congratulations. And in overall, we have had 129 lectures from Albanian lecturers and also foreign lecturers. We have held 162 meetings and discussion between us. And in these lectures, there have been participants from Albania, Kosovo, Germany, Sweden, Netherlands, Italy, United Kingdom, USA, Greece, Turkey, Bosnia-Herzegovina, Irish, and North Macedonia. And overall, you can state your word, you can continue your presentation. And beside that, let me say that it's a great honor for us to have you here in this community of ours. You may start your presentation. Perfect. Well, first off, thank you for having me. I'll try to talk really slow, in case you want to go back and translate it at some point. So my name is Gareth Slater. Yeah, go ahead. Yes, we will manage. Yes, we will manage like this. You talk, I interpret, translate. Okay. Awesome. Sounds good. So my name is Gareth Slater. I'm a professor at Texas A&M University. I've been here for about a couple years or so, and our major goal is really to provide education. My research really focuses on breeding and genetics. So we're developing some really cool cooperative, breeding among queen producers in Texas and across the United States. And I think this model could be really useful for other countries. So I'd love to kind of figure out like maybe ways that we could collaborate in the near future. Okay. So at least in the United States, we have these major reasons for bee losses, right? So I'm not sure what it looks like in Albania or other countries in Europe if they experience the same losses. But at least in the United States, we've been seeing 30 to 40 to 50% losses every single year. Now, in the US, we have these kind of 5 reasons for bee losses, and we like to call them, the 5 Ps. So number 1, we have the parasites. So we have the viral mites, which are been in the United States since 1987. They transmit among the colony to other colonies, and they transmit these deadly viruses. So at least in the US,
Varroa mites are really the major driver for bee losses, and the problem has been getting worse, worse, and worse. The second one, we have the pathogens. So when we think about pathogens, we think about like bacterial pathogens, fungal pathogens, but more importantly, we have these virus pathogens. So in the US, we have about 30 different viruses, and the majority of them are directly transmitted, to the bees through the varroa mites. So really, these are the major two reasons for our bee losses, and one reason we see these massive losses every single year. The third, we have pesticides. So, you know, especially in certain parts of the US and certain parts of Texas, extremely high toxic chemicals are used to control insect pests, which have off-target effects on honeybees. We have poor nutrition, so when the food or pollen isn't high quality, that can lead to, even worse issues later on. And then finally, poor queens. So, unfortunately, there's these five different reasons for bee losses. Sometimes it's one reason, sometimes it's multiple reasons, but there's a lot of different drivers for bee losses. Okay, let me translate that. Yep. Prezantuesi është doktor Garrett Slater, është asistent profesor në Universitetin e Texasit, në këtë Universitetin e Bujqësisë dhe të Ushqimit që është atje. Edhe një flet për programin e mbështetrimit themelor të mëmave, që ato e kanë cilësuar si pikë kyçe, atje në SBA, ashtu sikurse edhe këtu ke neve dhe në gjithë pjesën tjetër të botës, humbjet nga dimri arrin 30, 40, 50% dhe arsyet që ato kanë detektuar si të rëndësishme janë 5 P-të, parazitet, patogjenet, pesticidet, të ushqyerit të dobët edhe mëmat e dobta. Parazitet janë varroa, ato që ndikojnë në këtë vektorin e parazite dhe të gjitha problemet që vijnë me të. Patogjenet, siç është ngarkesa e viruseve që mbartin ato. Pesticidet, përdorimi, aplikimi i pesticideve për të kontrolluar insektet apo barrat e këqija etj që ato përdoret në sasira të mëdha. Të ushqyerit të dobët, që rrjedhimisht sjell gjenerat të dobët, rrjedhimisht pastaj sjell koloni të dobët, edhe ç'është më e rëndësishmja, krijimi i mamave të dobta. Okay? This just shows you some of the bee losses from last year. So one thing we saw was really this big number. So 1.2 million colonies died this past year, which is around 62% of commercial colonies, right? So this just kind of shows you just how massive these bee losses were. And here's the publication for that. Vitin e kaluar në SBA vdiqën rreth 1.175.000 zgjoje, që është një faktor shumë ndikues, rreth 62% e bletëve totale të operacioneve tregtare, dhe është studimi I publikuar nga Njerman et al. I 2025-s për të treguar këto. Okay? So when you think about the major drivers of bee losses, right, we have the varroa mites and the viruses. Those are things that beekeepers can do and really breed against. So I've been fortunate to be part of some really great breeding programs in the United States. So we have this mite biting breeding program and this VSH breeding program in Baton Rouge, Louisiana. So we think about like the ways we can better manage varroa mites and better, manage the viruses. We have these two different traits. We have VSH, varroa sensitive hygienic behavior, and mite biting, and these two traits really target mites from two different directions. So for VSH, the bees are smelling the mites inside the cells, opening the cells, and basically sterilizing the mites so they can't reproduce. And then mite biting, the bees are essentially finding the mites, chewing their legs off, and killing the mites. So we have these two traits, and next is figure out how we can breed for these specific traits. Karakteristikat kryesore të cilat po marrin vëmendje atje janë dy. VSH-ja është varroa sensitive hygienic trait, është karakteristika e higjienizimit ndaj varroas, që është ajo karakteristikë që bletët e shfaqen duke zhvulosur pjellin e vulosur dhe duke nxjerrë varroat që t'i ndalojnë ciklin e shtimit të tyre, dhe karakteristika tjetër është ajo e kafshimit të morrave të varroas, domethënë që I dëmtojnë nga gjymtyrët, I kafshojnë domethënë edhe I nxjerrin skarca. Këto janë dy karakteristikat kryesore në të cilat janë fokusuar për të përmirësuar luftën e tyre ndaj varroas në total.
Okay? This just kind of shows you what the mite biting looks like. And so what we typically do is we see, well, this shows you a picture of the mite inside this bee's mouth. But for this breeding program, we put a sticky board, like a corrugated board underneath the colony, and then going back 24 hours later and see the mites on the bottom board. And then what you can see here are these kind of bite marks on the mites. So you can see the bees were clearly selected for and find the mites, chewing their legs off and killing them that way. And for this breeding program, we haven't treated for mites for multiple years. I think close to multiple decades. So it's a really effective way for the bees to control the mites. Në programin e parë, në atë të kapshimit të morrave, domethënë, është vënë re duke vendosur ato kartonat poshtë, të cilat kanë evidentuar morrat që kanë rënë, që janë të kafshuar ke këmbë, domethënë janë të gjymtuar. Këto janë koloni që kanë disa vite që nuk janë trajtuar për varroan dhe janë koloni shumë rregull. Ky është programi i parë, karakteristika e tij. Okay? Then more specifically about disease resistance. So another common trait that we breed for is I guess hygienic behavior. So we have different pathogens in the US, and so one way we breed for bees that defend against those are hygienic behavior. So we freeze 300 of these brood cells with like liquid nitrogen or even into a freezer, put it back into the colony for 24 hours and see what percentage of the dead bees are removed or not. So this colony is very hygienic, not very hygienic. This colony is very hygienic. And so, and this is one reason we don't see some of the pathogens. So it's a really additional trait other than varroa resistance that we can breed for. Karakteristikë tjetër e bletëve rezistente ndaj varroës është rezistenca ndaj smundjeve, të cilat ne evidentojmë nëpërmjet aftësisë së tyre higjienizuese, siç shihet nga foto majtës, është bletë jo higjienizuese në të cilën është aplikuar një masë azoti të lëngshëm për një fragment të caktuar kohë dhe është lënë 24 orë pastaj që ajo është futur korniza brenda në zgjuar për të pastruar dhe korniza dhe fotodjathës që tregohet karakteristika higjienizuese është bërë për njëjtin veprim dhe bleta e ka pastruar brenda 24 orëve atë. Kjo është diferenca. Okay? Okay, so really the goal is, and if this is a trait that you guys are interested in, how do we actually breed for these traits? I mean, ultimately the goal is to pass on the genetics and the trait from one generation over the next. So really, when we think about breeding, right? How do we have a breeding program? Let's say we have 4 random colonies. Some have high mite levels, some have low mite levels, like 1 per 100 bees versus 7 per 100 bees. And if this colony has low mite levels because of mite biting, VSH, or another trait, you can pass those genetics from one generation to the next, and eventually your entire population will have these low mite levels. But you really need to start with low, like this trait to begin with, right? So if your line or your stocks already have some of this trait already, you can pass these genetics to the next generation and then actually, see the difference and see the impact of it. Tashmë do flasim për kryqëzimin, breeding, domethënë shtimin e gjeneratës nëpërmjet stokut tufës që neve kemi, nga gjenerata në gjenerat të pasardhëse, neve do nisim seleksionimin në ato blet tipare të cilave xhaj kemi evidentuar si higjienike apo jo, domethënë që të kemi një material të përshtatshëm të saktë fillimisht për ta nisur programin edhe pastaj nëpërmjet punës tonë seleksionuese do arrijmë gjeneratën e dytë, gjeneratën e tretë me aftësitë maksimale të evidentuara. Okay? Okay, so first we should sort of think about like where our genetics come from. So, fortunate for you guys have, stocks that were naturally adapted to your area, right? In the United States, our bees are basically, mutts. They're made of bees that were introduced into the United States around 1622. And so if you think about, these different subspecies, right? We manage Apis mellifera, but we have different subspecies within that. So, think about this red, for example, the Apis mellifera carnica, which is one of the major introduced species in the US. Even this blue, right? The Macedonia, for example, Apis mellifera Macedonia is another line. I don't know much about it. I will learn more about it. I'm not sure if you guys manage any pure lines anymore. But these are just different subspecies, and based on where they're found, they have different traits or characteristics. Në Amerikë
ndryshe nga Europa, bletat janë të importuara për herë të parë në 1622-shin, edhe nën speciet që janë më së shumti prezente atje janë Apis mellifera carnica, macedonica e tjerë, të cilat janë në shumicë këtu në rajonin tonë, por edhe atje ka linjat italiane, domethënë që janë të integruar goxha mirë. Okay? And this just kind of shows you the different lineages. So we have subspecies and we group them in different lineages. And this will be really important as I get into the genetic testing part of it, right? So how do we test for the genetic background of our bees? So now, at least in the US, we have kind of mutts. So we can tell what percentage of our bees are from like the A lineage or the C lineage, which is Carnica in your region, or M lineage, which is closer to Germany. So, really these are the major lineages that make up the US bees. Now, for you guys, it might be a little different. Maybe it's predominantly C lineage, maybe a little M lineage, but this is how we do kind of our grouping. We are mostly in the C lineage. We are mostly in the C lineage. 80%. Në, yes, yes. Në pjesën më të madhe të Amerikës, domethënë është një lëmsh i madh sa i përket linjave, subspecieve atje. Kjo është linja M, kjo Apis mellifera, ajo gjermanika, carnica, siç është dominante. Linja O, linja L, ato të rajonit të Turqisë, lindjes së mesme, edhe Afrika e Veriut. Gjithsesi atje është më lëmsh se sa këtu neve. Okay? And so this kind of shows you kind of what our bees look like, right? And how we have like our initial stock to breed and select from, right? So around 1622, right? Some of the early settlers before US was even a country, the first bees were introduced in the United States on the East Coast, right? So you see kind of really the dark spot of this. This was the Apis mellifera mellifera, and these bees are predominantly introduced from kind of the Germany, Poland area, right? Some of the early German settlers. And so the mellifera, they didn't do as well in the United States because they weren't really adapted to our native plants in the United States. So they had shorter tongues, they produced less honey, and so that became really problematic for the bees. So after that, they started introducing the Italian honeybee, the Apis mellifera ligustica, right around 1880s or so. Bees are produce large colonies, great honey producers, light, calm bees, right? Um, then also around 1880s, they also started introducing the Apis mellifera carnica, which is a carniolan honeybee, which is probably predominantly what you guys manage there around then. And then in 1991, the African honeybees made its way to the United States. So our bees are basically made up of these 3 or 4 introduction events. We have mellifera mellifera in 1622. We have Carniolan and Italian bees in around the 1880s, and then the African honeybee in 1991. And those really make up our US bee genetics. Stoku gjenetik I SBA-ve përbëhet nga rreth 4 linja. Rreth viteve 1600 është importuar për herë të parë nga kolonizatorët gjerman dhe holandez Apis mellifera, pastaj rreth viteve 1800 ca u prezantua edhe karnika domethënë, po kishin problemet e tyre sepse nuk ishin aq prodhuese në mjaltë dhe ato karakteristikat e tjera në përshtatje me kullotat e vendit. Pastaj rreth 1880 u prezantua edhe linja italiane Apis mellifera ligustica, e cila ka koloni të madhe, rrit shumë prodhimin e mjaltit e të tjerë, dhe rreth vitit 1991 është shtuar dhe bleta afrikanizuese në zonën e Teksasit poshtë, domethënë edhe në ato vjet më të verdha, që është shtuar vetë në mënyrë spontane. Okay? So these were kind of the major subspecies introduced, right? And you guys are probably very familiar with Ligustica and Carniolan honeybees, maybe to some extent Mellifera mellifera. And so, but I would say in the US, 80% of the genetics are really made up of Italian and Carniolan bees with a little bit of Africanized honeybees. In the East Coast, there's a little bit of Mellifera mellifera, but those are majority of genetics. And and then we kind of talk about it in the of this. So this kind of shows you like what the genetics of the USBs actually look like. So this admixture tells you what percentage of genetics are coming from these different lineages, right? So M, this is our dark German honeybee. C would be our Italians, Carniolans. A is Scutellata in Africa, and O is
kind of off the coast of Africa. So you can see about 80% of genetics are really made up of Italian Carniolan with a little bit of the O and A lineage. Bletat në Amerikë rreth 80% përbëhen nga bletat italiane dhe ato mellifera carniola i thon ato atje. Pjesa tjetër është bleta afrikane, domethënë, dhe mellifera dhe tek kolonat tek tabela që tregohet është mellifera e para, pastaj e dyta kë kolona është carnica, e treta është e Afrikës, domethënë, te e katra është ajo e Afrikës, domethënë, po edhe e lindjes, domethënë, lindjes mesme, që është ajo zona, edhe pastaj pjesa tjetër që është tabela me ngjyra të përbëra, domethënë, janë shkartisjet e linjave të ndryshme, domethënë, që janë evidentuar. Okay? Okay, and then so based on the genetics, right, we've had specific breeding programs or breeding lines based off of that. So, think about like when you think about a breeding program, right, we need our baseline genetics. And if our baseline genetics have the right genetics, we can breed for specific traits. So I'm not gonna go through all of these. Some of these you guys might be familiar with, some you might not be. I'm not quite sure. Saskatraz was a breeding program in Canada that a lot of US beekeepers are beginning to use. It's sort of a mite-resistant breeding program, but primarily for health, productivity, and stability over winter. Russian bees were first introduced into the United States in, I think, 1995 or so. And there's currently a Russian breeding program to maintain this line. And with the Russian breeding program, they have kind of these grooming and VSH traits. The mite biting was basically a descendant of Russians, but instead of kind of general health, they're breeding for a specific trait, which is mite biting behavior. Pole line is also a descendant of Russian, so it was selected for the VSH of row sensitive hygienic behavior, where they're breeding for one specific trait. Minnesota hygienic behavior is that freeze test trait. Buckfast is from kind of Brother Adam, right? Not necessarily row resistance, but focused more on health and productivity. And then Hilo is basically a descendant of Poline, which is a descendant of Russian. So when you think about like very specific breeding programs, what beekeepers are running in the United States, they're basically kind of fit into like these 7 different breeding lines. Pra, në thelb në SHBA, ky programi i kryqëzimit, domethënë, është bazuar në këto 7 linja që janë prezantuar këtu: Saskatraz, Rusja, këto kapshuese të varroas, Pole Line, që është pasardhëse e Rusës, MNH-ja, prap një nga pasardhëset e atyre, Buckfast, që është ajo linja e vllajt Adam. Të gjitha këto janë për karakteristika të ndryshme të seleksionuara, dhe Hilo, që është pasardhësja e Pole Line-it, që në vetvete është pasardhësja e Rusës, edhe nga gjitha këto, domethënë, do tentohet që të nxirret pasardhësja më e mirë me karakteristikat e përshtatshme që duhet për luftën ndaj varroas. Okay? So talk about that a little bit. So I'm going to skip through. I do want to talk about pole line just a little bit. So pole line is selected for VSH. Not sure how familiar everybody is with VSH. It's becoming more common worldwide. But essentially the bees, can find the mites underneath the cells, disrupt their reproduction, and really drive down mite levels. And this shows you kind of a video of what it looks like. So with this, you can see the bees are smelling the mites inside the cells. And what they do is they leave these kind of little pinholes. We have a little pinhole right here. Në këtë video tregohet karakteristika e Pole Line-it, që është një linjë me karakteristikë të lartë të higjienizimit ndaj varroas, edhe shikohet se si bleta e nuhat brenda në hojën që ka prezencë të varroas, pastaj e hap atë, bën një brim të vogël, e hap atë, e nxjerr larvën. Yep, and you see mite jumps out, right? So mite's trying to reproduce, but it's unable to. Në momentin pastaj që larva hapet, mori del këtej, domethënë, edhe nuk arrin që të riprodhohet më tej. So I'm not sure how common is VSH. Does anybody select for VSH at all? Well, we have started not in a very sophisticated way or formal or to be together, etc., but we have started the VSH selection program in some beekeepers, professional beekeepers, have tested firstly their traits, have seen these specifics in
legs and joints in the cardboard below. And then we have abandoned these hives in terms of not curing them regarding Varroa, and they have come out from winter very fine. So they are a basis to start the selection program in a different place. We will gather these bees in a different place, so to start working with them and with their drones and queens, etc., etc. Atëherë na pyet Awesome. doktori nëse keni nisur selektimin e bledhve me karakteristika higjienizuese ndaj varroas, dhe po, neve kemi nisur në disa raste specifike spontane nga bledar profesionist, është nisur programi i selektimit në mënyrë amatore për ato raste sa kanë mundësi gjithsekushi. Okay? Okay, and then I'm not going to talk too much about medicinal hygienics. So I'm getting kind of to genomic breeding. So I guess since you guys have just started, thinking about this type of breeding program, you guys are probably realizing how hard it is and how time consuming it can be, right? And so Yes. that's where we get into kind of this like new technology, right? That we develop. So I do want to talk about like different types of breeding, and just kind of where the bee industry is, whereas other industries are. So, every single industry goes through major steps in breeding from 1.0 all the way to 3.0. So 1.0 is kind of how we're currently doing it. Very subjective. The progress is, a lot slower. Whereas genomic breeding, instead, we're looking at, okay, can we do a genetic test on the colony and predict whether or not they have those traits? So for VSH, for example, can you do a genetic test on that colony and choose which ones you want to, breed and select from. Also, more importantly, which ones you want to do crosses from. Okay, atëherë siç dihet domethënë kryqëzimi edhe krijimi i pasardhësve është i vështirë për ato që e ndjekin këtë lloj procesi në mënyrë profesionale. Ne do flasim për hapat e mëtejshëm në selektimin e kryqëzimit domethënë të mëmave. Ne aktualisht jemi në fazën e parë domethënë që është e zakonshmja random, që e bëjnë të gjithë domethënë që është ky kryqëzimi rastësor domethënë dali çat dali, dhe ne nëpërmjet aplikimit të metodave inovative duam të arrijmë tek kryqëzimi në bazë të gjenetikës, në mënyrë që të selektojmë ato tipare të geneve të cilat i kanë të mbartura për të arritur të evidentojmë kë paraardhës me kë për të krijuar pasardhëse të përshtatshëm në bazë tipareve që neve na interesojnë. Okay? Yeah, and this just kind of shows you, I guess, the potential benefits for genomic breeding. So I think the biggest one is really a shortened breeding cycle. So if you measure a trait like honey production, for example, and even VSH to some extent, you can only measure those during certain times of the year. Like VSH, you can only measure that when there's a lot of varroa and mites in your population, right? Whereas if you have genomic breeding, you have a genetic test for VSH or for honey production, you could potentially have 3 to 4 breeding cycles per year. So you can see progress in 1 year versus 4 years. Two is it's been really useful, I think, for traits such as VSH, and we're still learning more. And I think VSH has a really great opportunities for genetic testing. Two, be cheaper. So our test will be, hopefully less than 15 US dollars, which is a pretty reasonable low price, and it's gonna get cheaper and cheaper and cheaper. And then finally, we're removing any biases, right? Because we think about trait, a trait is not only the genetics, but also the environment. So what we're doing is selecting based on just the genetics alone, which makes it easier to, breed for that trait. Okay, atëherë ne do kalojmë direkt te analizimi i karakteristikave të kryqëzimit domethënë gjenomik nëpërmjet selektimit të gjeneve, dhe avantazhet janë krahasuar me gjitha metodat e mëparshme, se nëse neve duam të arrijmë të kryqëzojmë edhe të krijojmë pasardhëse që të ketë karakteristika VSH, domethënë higjienizuese, ndryshe nga mënyra që do ta bënim nëpërmjet mënyrës së parë, qoftë statistikore apo qoftë të rastësishme, domethënë që do e kryejnin kryqëzimin, pastaj do shihnim se si do silli, pastaj do bënin prap kryqëzim, do shihnin se si do silli. Tashmë nëpërmjet kryqëzimit gjenotip, neve arrijmë të detektojmë gjenet e sakta, të cilat e mbartin këtë lloj karakteristike, dhe nëpërmjet atyre gjeneve ne mund të bëjmë 3-4 kryqëzime brenda vitit
qoftë për mjaltin, qoftë për varroan, qoftë për rezistencën ndaj parazitëve apo ndaj smundjeve, domethënë që të arrijmë në në mënyrë më të shpejtë, domethënë ke pasardhësi përfundimtar. Okay? Okay, so I'm gonna kind of briefly talk about this. So, when you're developing a genetic pipeline, really the most important thing is how to understand genetic diversity, right? Like diversity of genetics now influence trait. That's gonna be really important. Two is how do we, measure traits? So, your genetic test is only as good as you measure traits. So, like for your example, if you're trying to measure VSH and you don't measure VSH properly, then we can't use that to develop genetic tests, right? So we need kind of more sophisticated ways of doing that. Also connecting the traits to the genetics, and then finally just developing the actual test. So I'm gonna go through these each. It might be easier. Yeah, I guess I'll just go first and do a quick overview. Okay. Neve fillimisht kemi përgatitur një udhëzues se si do të ndërtohet kryqëzimi, domethënë gjenomik, edhe në fillim do përcaktojmë diversitetin gjenetik të gjithë tufës që neve kemi në dorë për të testuar. Pastaj kemi karakteristika sasiore, ato që përcaktojnë domethënë tipet e ndryshme të atyre karakteristikave që neve duam të trajtojmë. Pastaj është arkitektura gjenetike, edhe në fund pastaj është kryqëzimi i asistuar në bazë të gjeneve, hapi i fundit domethënë në këtë udhëzues. Okay? Okay, so I'm going to, let's see. I'm just gonna briefly talk about this. It's not as important for you guys, but something that you might want to consider developing. If a genetic test for this type of breeding will be applicable to like your region. So, when we think about like doing a genetic test, right? We have our DNA. In order to sequence that DNA at a cheaper price for beekeepers, we basically need a tool to use. So it's kind of like if you have a puzzle, for example, you need some kind of reference for the puzzle so you know exactly where they go, right? But if your reference isn't high enough quality, then you can't do that. So this is a commercial Pangino where we took these kind of six different lines I talked about, beforehand. I did genetic testing on all of them and put them all into kind of basically sandwich on top of each other to make a reference. So every time we sequence a colony or a bee, we align it to this and it allows us to, really be able to detect that marker. But more importantly, it makes testing quite a bit cheaper for a beekeeper, which is really ultimately the goal. Atëherë ne kemi marrë këto 6 tipet e gjeneve që neve kemi, domethënë, kemi marrë ADN-n e tyre dhe i kemi bërë si sanduiç të gjitha bashkë për të ndërtuar markerin, për të kuptuar atë modelin, domethënë, se cilat do të jetë, domethënë, baza, çelësi jon me të cilët neve do t'i krahasojmë përmirësimet e ardhshme, domethënë, edhe kështu do vazhdojmë më tej. Okay? Okay, next is kind of how do we connect the trait to the genetics? And so one thing we did was, so if you're not familiar with kind of commercial beekeeping or beekeeping in the US overall, the majority of beekeepers are, I guess, shipping bees across the entire country. So, in East Texas, this is typically where queen production is and colony splits are. Then the bees are shipped to the Midwest for honey production, and then shipped to the western part of the US, California, for pollination, primarily almond pollination. They're kind of following this migratory route within one given year. So just to really develop the genetic test, we've been sampling 1,500 colonies over the past 3 years, and we've been measuring a wide range of traits such as honey production, virus levels, defensive behavior, pathogens, and varroa to really develop this genetic test for beekeepers that are following this migratory route, which I would say is about 1.2 million colonies. Neve kemi rreth 1.500 koloni nga 17 prodhues mëmash në Texas, domethënë, të cilat mbikëqyren që janë pjesë e programit tonë të selektimit, të cilat e fillojnë lojën që në Texasin lindor, ku prodhohen ato gjitha kolonitë dhe bëhen ato shtesat e reja, pastaj shkojnë në Midwest, në veri, në qendër veri, domethënë në perëndim për mjaltin maksimal që ndodhet atje në Amerikë, pastaj zbresin në zonën e Kalifornisë për polinizimin e bajameve.
Dhe të gjitha këto janë zona të ndryshme klimatike për të parë karakteristikat e tyre, siç e kemi diskutuar më parë, që janë varësi të kushteve, shfaqja e këtyre karakteristikave. Këto janë matur për prodhimin e lartë, për sasinë e vogël të viruseve, për sjelljen mbrojtëse të ulët, domethënë nuk janë agresive, për nivel të ulët të patogjenëve që janë bartësit e viruseve, edhe për nivelin e ulët të infektimit ndaj varroas. Okay? So one thing, if if you ever a chance to measure traits on 1,500 colonies, it can be really difficult and take a long time. So we start equipping these colonies with these smart pallets. So these smart pallets are four-way pallets with sensors on them. They include weight sensors for each colony, flight sensors measure number of bees coming in and out, and then temperature humidity sensors. And this is kind of shows you kind of how accurately you can measure some of these traits. So like temperature can predict whether a colony becomes queenless or dies. Weight can tell you how fast a colony increases honey production and how they stabilize it. And then flight can tell you how large a colony is and how many bees are coming in and out. So this is kind of a more efficient, more accurate way of measuring some of these traits. Mënyra që neve kemi aplikuar për të matur këtë lloj karakteristika është nëpërmjet paletave smart, këto të zgjuarat, në të cilat janë instaluar sensor për matjen e lëvizshmërisë së kolonisë, janë instaluar sensor për matjen e peshave dhe janë instaluar sensor brenda për matjen e temperaturës. Dhe këto këto tre tipe sensorësh, domethënë, detektojnë nëse bleta është e gjallë apo është e vdekur apo nuk ka mëm, ajo e temperaturës, nëse pesha është në rregull, se sa rritet prodhimi i saj, edhe detektori i matjes së lëvizshmërisë, domethënë detekton se sa e madhe është kolonia nëpërmjet luhatjes së kurbës. Okay? And then finally developing the actual test, right? So connecting the trait to the genetics and developing the actual test, right? So we have two different types of tests. So I'm going to talk about, I'll also go this one and yeah. So genomic selection. So think about the honeybee genome. This is consistent in the US versus other parts of the world, is there's about 6 million mutations, right? So we have this DNA, 15,000 genes, and 6 million mutations. And our goal is to find which 6 million mutations are connected to the trait, right? So really, that can be really hard. You're trying to find a needle in the haystack. So the easiest way is to find, okay, this percentage of mutations are more likely to be associated with these traits or not. So that's kind of the first type of breeding based on genetics. Atëherë përzgjedhja nëpërmjet gjenomeve është një proces shumë i vështirë, sepse atje në SBA, për shembull, në punën që po bëhet, janë rreth 6 milion gjenome, domethënë, të cilat detektojnë këto karakteristika të ndryshme, dhe një mënyrë e cila është përzgjedhur për të vazhduar përpara është nëpërmjet krijimit të tufave të këtyre gjenomeve, të cilat përcaktojnë dhe janë tregues të karakteristikave të ndryshme, dhe nëpërmjet këtyre tufave, domethënë, më të vogla në sasi, domethënë, që janë për të studiuar, janë përcaktuar se cilat karakteristika mbulojnë këto, edhe kësaj të vazhdoj selektimi. Okay? Yeah, so as a beekeeper, if they're interested in this, what we do is we try to find the best queens based on it. So beekeepers will collect worker samples. We do genetic tests and output a report from -20 being really bad, 0 would be the average, and +20 would be good. So these are ones that beekeepers want to continue on. And the +20 would be the ones that are more likely to have lower viral levels due to these traits, higher honey production, and lower virus levels, and so on. So it just makes it kind of easier for a beekeeper to choose which ones they want to continue breeding from. Atëherë, nëpërmjet këtij programit, hapi i parë është që bletrici merr korniza, domethënë, për të testuar ato bletët që do testohen. Pastaj në hapin e dytë bëhet testimi gjenetik, të cilët e bëjnë stafi pedagogjik, le të themi, domethënë, dhe këto dalin me rezultate +20 që është shumë mirë, 0 që është mesatare dhe -20 që është e keqe. Dhe +20 që është maksimalja e cilësisë së gjenomeve të cilat e kanë përcaktuar në pullin e mëparshëm. Këto flet për tufën e karakteristikave higjienizuese ndaj varroas, ndaj rezistencës së viruseve, ndaj patogjeneve, etj, gjitha top karakteristikat performuese të një blete. Dhe
nëse në atë pull, në atë tufë të cilat bletari ka dhënë material, domethënë arrihen tregues me treguesit maksimal, domethënë, atëherë vetëm ato blet përzgjidhen për të kaluar në fazën tjetër. Domethënë është eficiente në kohë edhe në lek, eficiente në kosto. Okay? And this is what the genetic test looks like that I sent out to beekeepers. So, obviously, this was developed in your country. This would look quite a bit different. But for us, we can look at the admixture. So what percentage of genetics are coming from, Scutelot in Africa, M lineage, C lineage. But really more importantly for a breeder's perspective, right? Like the breeding score tells you how likely is it that the colony is going to have the trait. So the higher the number, the better that colony is to have that trait, such as viruses, pathogens, and productivity. And then based on the beekeeper's breeding goals, you could output, well, you basically weight these numbers differently based on what they want, and that can change out the queen score. So, beekeeper wants to invest more in honey production, you can weight that value higher for honey production, and that'll give you a different queen score. So, what's great about this, it's very simple, and it gives you kind of a personalized breeding decision based on what the beekeeper and the breeder wants. Në bazë të nevojës për të cilët krijohet programi, outputi, objektivi, nëse neve duam mëmat që të jenë prodhuese të larta të mjaltit ose të jenë të larta në nivel të higjienizimit ndaj varroas, rezultati i karakteristikave, dëftesa e mëmës do të jetë e ndryshme për shkak se neve kemi përcaktuar që është në krye të radhës, domethënë se cila do të jetë baza e seleksionimit të saj. Dhe pulli, domethënë tufa e madhe e bën që në varësi të objektivit të përcaktuar, neve kemi rezultate të ndryshëm të përcaktimit të cilësisë të mëmës, rezultatin e saj në varësi të asaj që neve duam për ta përzgjedhur. Okay? Okay, so that's one type of test, right? That's called genomic selection. So we're breeding for like a lot of different traits at one time. Another type of test is called marker assisted selection. What that essentially means is we're breeding from one specific trait. So this is more difficult because you're trying to find the needles in a haystack. So for this trait, like Minnesota hygienic, there may be 100, 120 markers out of the 6 million correlate to this trait. But once you find it, it's a really fast, effective way for breeding. And this guy shows you how well it works. F1 is the first generation, so the daughter queen. F3 is 3 generations past the original mother queen, right? The baseline is the unselected stock. FAS is the field assisted stock or the freeze test. And MS is the marker assisted test or genetic test. Now, for hygienic scores, if you're not familiar, we're looking for a score around 95 to 100% after 3 generations, right? So as you can see for the 75% score, which is actually really high for the baseline, but you can see that unselected, there's no change. For the field assisted test or the freeze test, we saw an increase from about 65% to 95%. And then for the genetic test, we saw pretty much the same result, if not better. Now, for this test, you may not want to use genetic tests, but it's kind of more of a proof of concept to show that we can replace some of these tests with genetic tests. And we have done so with like VSH, for example. Atëherë, karakteristikat specifike të testit janë, siç tregohet në boshtin e X-eve, domethënë janë tre tipe stokësh që janë marrë, baza, FAS dhe MS, dhe në boshtin e Y-it është niveli maksimal 100, domethënë 100% që neve tentojmë të arrijmë nivelin higjienizues tek e para, domethënë kollon që është marrur. Baza nëpërmjet F1-shi është pasardhësia e parë e një mëme që është selektuar, dhe F3-shi që është pasardhësia e tretë e asaj linje, domethënë ka një ndryshim të vogël ulës degradiv të aftësisë së saj higjienizuese, ndryshe nga 2 testet e tjera, që është testi nëpërmjet përzgjedhjes asistuar në fushë me këtë ftofjen me azot të lëngshëm, domethënë që nga gjenerata e parë që është përcaktuar që ka një aftësi higjienizuese dhe neve kemi marrë një rezultat të caktuar dhe në bazë të rezultateve të caktuar të mirë që neve kemi përzgjedhur, pastaj kemi bërë 2 gjeneratat e ardhshme dhe duket domethënë ke e dyta, pasardhësia e tretë domethënë ka nivel më të lartë higjienizues që shkon ke rreth 90-95%, dhe tek e fundit që është marker assisted selection, përzgjedhja e asistuar nëpërmjet markerit, është ky selektimi genomik, domethënë në të cilën është përcaktuar pulli
tufa domethënë nga ato 6 milion kombinimet që ishin. Dhe këtu pasardhësia e tretë domethënë fotreshi është me nivel më të lartë tregues të aftësisë higjenizuese edhe ka tolerancë më të vogël domethënë për tu sfazuar nga tiparat. Okay? So that one's pretty much developed. These are ones we're currently developing is one for male fertility or drone fertility, defensive behavior, and then VSH is pretty much done. So at least in the US, we'll have that test done. And this VSH test has been tested in different parts of the world, so not just the US, and it's been shown to be pretty consistent. So there's potential for this to be applicable to your bees, in the other European countries. Testi gjenetik domethënë është ka marrë si karakteristikë kryesore domethënë fertilitetin e meshkujve, sjelljen mbrojtëse të bletës domethënë edhe aftësinë higjenizuese të kësaj. Ky është pak a shumë domethënë testi që bëhet këtu ke neve, por po ashtu këto janë tiparet kryesore domethënë që ndiqen edhe në pjesën tjetër të botës. Okay? Okay, so now we're talking about the technology, right? So the things that we're developing, and really for a beekeeper, that part is probably relevant, right? That's kind of our part. But for us, like what can we do to develop a pipeline for beekeepers, right? So anything with breeding, right? These are things that we have to overcome that you guys will have to overcome to figure out the best way, right? So biology, one, honeybees have a really high diversity, which is good, but also makes breeding a little bit more difficult. They're also open mating, so you can't control who the queen mates with. Culturally, at least in the United States, we rear queen every single year, so that becomes problematic because you lose in genetics. The time it takes for beekeepers to do the breeding, the infrastructure, and then the type of cost. So even though this technology, I think, has a lot of potential, these are just limitations we'll have to overcome as, an industry. Edhe pse zhvillimi teknologjik ka shkuar te skajshmërisht lart, gjithsesi ka prap kufizime në kryqëzimin, domethënë në selektimin e kryqëzuar të pasardhësve, që është kufizim biologjik edhe kulturor. Kufizimi biologjik është diversiteti i lartë, domethënë i pranisë së tipeve të ndryshme të mëmave, të linjave të ndryshme në qarkullim, domethënë, por gjithashtu është edhe fekundimi i hapur, që neve nuk e kemi në dorë atë sepse ndodh gjithmonë. Pjesa tjetër e kufizimit kulturor është se në SBA çdo vit ato i zëvendësojnë mëmat, edhe kësajsojnë nëpërmjet zëvendësimit të mëmave, outputi do të jetë në varësi të inputit të tipit të mëmave që i ka marrë. Pastaj është koha që i hanë bletëricit mbashtruesit, domethënë gjithë këtë lloj procesi, infrastruktura e nevojshme për krijimin e gjithë procesit, domethënë për ta ndjekur deri në fund, edhe sigurisht kosto operacionale. Okay? So this is kind of the pipeline where we're developing for beekeepers to kind of deal with some of those challenges. So one is hive tracking. So with any type of breeding program, it's important to track the pedigree. So and for commercial beekeepers, that can be really difficult to manage. I think somewhere between 1,000 to, I think our largest beekeeper has 100,000 colonies, right? So tracking the pedigree can be really difficult. So we're dealing with that part. The training population, so we always need a reference. So with any type of genetic test, we're comparing that to something to verify whether that we can predict that trait or not. And then finally, a diagnostic lab. So a lab to actually collect the samples, process the samples, do the genetic testing, and output the reports. So these are the kind of pipelines we're developing for beekeepers. Ndërsa neve tentojmë të krijojmë apo të përqasim i udhëzuesit komercial, domethënë të mirë seleksionimit, edhe kanë tre aspekte kryesore, që është gjurmimi i zgjojeve, gjurmimi në sensin domethënë e pemës gjinealogjike e pedigrisë, që është shumë e vështirë domethënë për të mbajtur në monitorim gjithsasinë e bletëve, sidomos atje ku bletëricit komercial domethënë kanë 1.000, 2.000, 10.000, 15.000, 20.000 zgjoje domethënë. Pastaj është popullata trajnuese, që është ajo lloj popullate e cila do të përdoret si bazë për të shqyrtuar, për të krahasuar përmirësimet apo degradimet e asaj që monitorohet, edhe pastaj është laboratori diagnostikues, i cili duhet të jetë i aksesueshëm, duhet të ketë kosto të ulët etj etj. Domethënë këto janë sfidat
që paraqet domethënë pletaria nëpërmjet këtij udhëzuesi komercial. Okay? Okay, so for pedigree, so really what I was for is, it's impossible. What it's not impossible, but it's not financially worth it to sequence, every single colony in your operation. Especially if you have a lot of colonies, like over 1,000 or so. So one way you can do is you can, if you know exactly which daughters came from which breeders, you can sequence, just one breeder queen versus sequencing all daughter queens, right? So that cuts your costs already in thirds. It's also even more practical and more feasible to collect just, one colony rather than all three, right? Okay, atëherë hapi i parë është gjurmimi i zgjojeve. Atë siç e dinë domethënë është më në momentin e bashkëtrimit të një mëme që krijojmë gjeneratën e parë, të dytë, të tretë, është më e lehtë dhe më e matshme ndryshe nga çdo të ishte nga një pull më i madh domethënë që është i pagjurmueshëm për të evidentuar ato karakteristike që neve na duan. Edhe për të parashikuar se çfarë duhet dhe do të arrijmë nëpërmjet kësaj mëme të caktuar. Okay? Okay, next is a training population, right? So what we're doing is we're equipping 400 colonies with these smart pallets. These colonies will follow across the entire migratory route. And so what we're doing is we're collecting data every single year for the next 5 years to make our tests even more accurate. So, it's kind of like an AI learning system or a model learning system where as we get more data into the system, the more accurate our genetic test gets, especially for traits like honey production and, environmentally dependent traits. Përveç hapit të parë që ishte gjurmimi i zgjuar, domethënë hapi i dytë është popullata shtektuese e trajnuar, e cila është kjo popullat migratore, domethënë nga Teksasi në Midwest dhe pastaj shkon në polonizim në Kaliforni, e cila gjurmohet gjatë gjithë kohës me këto paletat smart, të cilat me rritjen e sasisë të dhënave në të cilat përpunohen këto të dhëna, modeli i inteligjencës artificiale arrin të përzihet stokun më të mirë në dalje në përbërje të këtyre dhënave të integruara. And then the final step is developing a diagnostic lab. So now we have a diagnostic lab to offer genetic testing for beekeepers. So it's really cost effective and it'll get cheaper and cheaper. So as of right now, we have it down to $15 a sample, US dollars per sample. And then we'll output not only the genetic test I showed earlier, but also a queen score. So that's kind of the final part of the pipeline for beekeepers that we're finishing up. Dhe pjesa e fundit është laboratori diagnostikues në të cilën nëpërmjet testeve të kiteve, domethënë, pasi janë marrë të dhënat paraprake eliminatore të atyre samplave që neve na duhen, bëhen testimet për të arritur që të evidentojmë karakteristikat plus i Z, domethënë, dhe minus i Z, apo dhe ato mesatare. Kosto është e ulët, krahasuar me punën voluminoze që duhet ishte bërë, dhe është rreth $15 për sample. Dhe nëpërmjet saj pastaj neve arrim të përcaktojmë atë karakteristikën pothuajse perfekte, domethënë të cilët neve do ta marrim nga një X mëme caktuar nga ky pulli i madh që është krijuar domethënë për monitorim. Okay? Okay, cool. Well, and I'm going to briefly talk about how we implement this. And so I'm not too familiar with the beekeeping industry and where you guys are located. But really here, the way I've been thinking about how to implement this technology kind of two different ways is one kind of screening. So, a beekeeper has 5,000 colonies. They may choose their top 200 colonies and screen those down to the top 30 colonies, right? So in a way, I'm kind of screening those. The second option is to just have these 400 colonies as a migratory breeding program. So I run this migratory breeding program, and what I could do is produce breeder queens, inseminated breeder queens from this migratory breeding program, and distribute these to beekeepers. So I think this option probably makes more sense for US beekeepers because it does take a long time to actually have a breeding program and just use stocks. Some beekeepers in the US can be a little arrogant, I would say, so that they want to do their own thing, right? So I'm gonna try to push for this, at least in Texas, but California, they might be more receptive to this route. The big advantage and disadvantage that you have here compared to us
is the area in which the beekeeper has his influence. Whatever everyone influence is, we are all connected with each other because it's a small area compared to your state, and we are more like the sample with the colonies that do migrate a lot the Yeah. whole year. That's why difference from the first option. Let me translate. Atëherë, Perfect. atje implementohen dy teknologji të përzgjedhjes, edhe janë rasti I parë është I atyre bletëricëve që janë të mëdhej, domethënë edhe marrin në mënyrë të rastësishme rreth 200 blet nga 5000 copë që e ka stokun ai, dhe nga këto 200 copë domethënë I përzgjedh derisa të arrijë 20-30 copë domethënë me të cilat do të punoj. Kjo është specifike për bletëricin, është shpenzuese me kosto të larta operacionale dhe ka rezultate më të ngavashta sepse duhet viti I parë, viti I dytë, viti I tretë, viti I katërt. Kurse kjo pjesa tjetër pastaj që është bletërisë shtektuese atje nga Texasi në Midwest, pastaj në Kaliforni, pastaj vin poshtë, është më e qasshme me bletarinë që neve bëjmë për shkak se atje zhvendosen, zgjohet, krijohen mëmat, bëhet fekundimi I tyre, prodhohen edhe mëma të reja, lihen mëma të reja në vendet atje ku janë domethënë që të kontribuojnë te komuniteti lokal, ashtu siç na ndodh neve që shtektojmë gjatë gjithë kohës domethënë. Okay? Yeah, so kind of with option number two, right? When you get to this, if you're not familiar with kind of cooperatives, I'm sure you guys have similar systems. Maybe they're called something different, but we have these cooperatives where, in a way, beekeepers come together and they basically own something, right? So, kind of my vision is the beekeepers who come together own this migratory breeding program, and they'd all receive benefits from being part of that cooperative or that organization, right? But in a way that the university, like ourselves, would be contracted out to run the breeding program, to bring the infrastructure to do the genetic testing. But really, in a lot of ways, the beekeepers would own it in that way. So, this is kind of a formal designation, a cooperative. But for us, it might be more informal in a way. But this is kind of how I envision us having the most impact with this technology. Pastaj është edhe bashkëpunimi domethënë I prodhuesve, I kryqëzuesve domethënë komercial, të cilët bashkëpunojnë me njëri tjetrin, atë pull që ai ka bërë e merr kënej, ky tjetër pastaj atë dorën e vet që ka bërë çon atje, e cila është mënyrë e decentralizuar, nuk menaxhohet domethënë nga një emërues I përbashkët e tjerë, edhe rezultatet janë në varësi të vendimeve që do marri X prodhues I caktuar domethënë për zgjedhjen që ai ka bërë domethënë, dhe në varësi të atyre karakteristikave që le të themi ai ka përzgjedhur domethënë do të jetë edhe outputi. Okay? Okay, yeah. So really the kind of final side, kind of a goal is to, we're having the migratory breeding program. We're gonna, hopefully form a kind of cooperative like, organization with major queen producers in East Texas and, offer I breeder queens, offer some training if they're interested. We're gonna have a cryopreservation tank at our site to cryopreserve sperm for multi-years to distribute the stocks that way. So kind of any way we can form this cooperative and form like a way to really support our queen producers. And one thing about Texas is, we produce about 90% of the queens in the US. So, we have a pretty large influence on genetics and traits across the US. Në Texas prodhohet rreth 90-95% e gjithë mamave që shpërndahen në DSHBA, dhe gjithë efekti I selektimit të punës së tyre domethënë trumbetohet edhe materializohet në gjithë punën e bletëricëve në mbar SHBA domethënë, që kanë ato mbështetjet e tyre, jo grante e tjerë, jo bashkëpunimi nëpërmjet bletëricave, por gjithsesi domethënë baza është atje në Texas domethënë, dhe në këto prodhuesit të mëmave atje. Okay? Okay, awesome. Well, yep. So that's pretty much the majority of it, right? So if you have any questions, here's my email address. I'm happy to answer any questions. Here's my Facebook page, and any way I can help out, I'm happy to. Atëherë për çdo pyetje që do të lindë më tuti domethënë, profesori do të jetë I lumtur që t'ju përgjigjet. Shkruani në adresën e tij të emailit garet.slater@ag.tamu.edu ose bëj screenshot këtij QR kodit domethënë, edhe qëndroni gjithmonë të lidhur për pyetje përgjigje.
Nëse do ketë ndokush apo do të jetë kurioz për procesin e selektimit edhe punën që ato bëjnë atje. Okej, ka pyetje? Okay, Yeah, let me ask, Professor, let me ask them if anyone has any questions Perfect. regarding the presentation, and 2 or 3 questions, if there is any, and then you are free to go. për Okay. momentin nuk kemi, nuk ka pyetje. Kështu që vetëm nëse keni tellë ose rrahimi diçka, se për momentin nuk ka asnjë. Okay, so from all the followers and the guests that are in the Zoom meeting and and all online videos that we have shared, there is no question regarding your work. Everyone is just scratching their heads. How you know how do we manage all this? And if anyone should be Okay. curious or does it find interesting, I let them know regarding your email to write any question about you and your work. And we have the first question. Okay, Nusmir? Mirëmbrëma shok, mirëmbrëma të gjithë dhe mirëmbrëma për profesorin. I ndritur nda e bëj një pyetje kështu të përgjithshme ti da si da e shpjegojsh pasaj tjetra. Ne duam se kur bëjmë mënyrën e selektimit, për shembull duam edhe prodhim, duam edhe higienë, edhe qetësi, edhe asi. Në bazë të përqindjeve, a ti zgjedhim vetëm 2-3 parametra që të kemi më tej për sukses, apo të shkojmë në 5 parametra ka 20%. Si ta bëjmë për zgjedhjen e selektimit në kësaj metode? Okay, Professor, Nusmir is asking if we select for different traits of something regarding the queen bee. What are, based on your experience, the best traits to select for in order to create the offsprings? Yeah, I would Based say on your experience. Yeah, I'd probably say like VSH. VSH is pretty feasible, and I mean it does take a little bit longer, but it's easier to select for. I personally like the mite biters, but it's if you take the time involved with it, it just takes a long time. And then that and really honey production. Those are 2 things that beekeepers are really looking for that like anybody can do. Okay, so to be conclusive, VSH and honey production, these are the main traits that we need to select for. And defensiveness, I guess. I guess we want bees that are less defensive, at least in Texas issues. Yes, I understand. Atëherë, bazuar në eksperiencën e profesorit, ai thotë që tiparet të cilat neve duhet të përzgjedhim, bazuar në eksperiencën, mendimin tim është VSH-ja, aftësia higjienizuese ndaj varroas, prodhimi i mjaltit edhe butësia e bletës me të cilën neve kemi të bëjmë. Këto janë tiparet karakteristike. Pastaj të gjitha tjerët pastaj janë plotësuese apo janë relative. Bështësuese, janë relative. Faleminderit. Okay. Ka ndonjërin në pyetje tjetër? Vetëm po desha dikush direkt se pyetje kështu nuk kemi. Rahim, ke për të bënë pyetje profesorit? Sa e kemi këtu? Okay. So in conclusion, dear professor, we thank you very much for your time, for your whole explanation and presentation. It was very informative. We do indeed have too many work ahead of us in the selection, in the whole process of what needs to be done, and I don't know. We will be in touch through email correspondence to make sure even here in this part of Europe, those lab diagnostics should be available also. Mm-hmm. So in conclusion, thank you very much for your time, and we wish you great success toward your goals. All right. Thank you very much. Anytime. Nice to meet you all. Thank you. Thank you. So, tash e shkputëm live-in.